Pas një shenjë përparimi në përpjekjet e ndërmjetësve për të arritur një armë pushim në luftën në Gaza, forcat izraelite goditën Rafahun nga ajri dhe toka gjatë natës, ndërsa tanket u përpoqën të përparonin më në perëndim, thanë banorët për Reuters. Betejat e ashpra me armë u zhvilluan gjithashtu mes trupave izraelite dhe luftëtarëve palestinez të udhëhequr nga Hamasi. Banorët thanë se ushtarët izraeli që kanë marrë kontrollin përgjatë vijës kufitare me Egjiptin bën disa bastisje drejt perëndimit dhe qendrës së qytetit jugor, duke plagosur disa banorë që ishin bllokuar brenda shtëpive të tyre. Unë mendoj se forcat izraelite po përpiqen të arrijnë në zonën e plazhit të Rafah. Bastisjet dhe bombardimet gjatë natës ishin taktike, tha një palestinez për Reuters. Ishte një nga netët më të këqija. Disa njerëz u plagosën brenda shtëpive të tyre përpara se të evakuoheshin këtë mëngjes, tha i për Reuters. Forcat izraelite kanë operuar gjithashtu brenda kampit Al Bureil në rripin e Gazës qendrore në terren. Sipas Reuters, krahët e armatosur të Hamasit, Gjihadit Islamik dhe grupeve të tjera më të vogla raportuan se luftëtarët e tyre kryen sulme kundër forcave izraelite në disa zona në Gazën qendrore dhe jugore.